Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasin AN 19 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë i gjetën një armë të ftohtë thik, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin VD 44 vjeç, banues në fshatin Boriç i Vogël, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen MQ 61 vjeçe, pasi i ka kazuar shtetasi FM 41 vjeç banues në Shkodër se 61 vjeçaria e pengon të hyjë në tokën që ai ka marrë me qira në fshatin Reç. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit GJ 72 vjeç dhe MJ 40 vjeç, të dy banues në fshatin Kosmaç, pasi ka kazuar shtetasi YL 62 vjeç, banues në fshatin Asht, se këta të dy shtetas pushtuan një sipërfaqe toke në këtë fshat, të cilën 62 vjeçari e ka me certifikat pronësie, dhe BT banues në Laç Vaudeos, pasi ka kazuar shtetasi NK, se shtetasi BT i ka dëmtuar disa fidan ullinj në tokën e tij. Më datë 20 prill 2026 ka kazuar shtetasi DT 51 vjeç banues në fshatin Boriç i Madh, se është larguar nga banesa bashkëshortja e tij shtetësia SHT 40 vjeçe, po punohet për gjetjen e saj. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.